Unë që e vogël jam rritur në një familje me frymë islame dhe që e vogël isha rritur me atë idenë dhe isha ushqyer me idenë që kur të rritemi të bëhemi të dobishëm për popullin dhe për vendin tonë, ku kemi lindur dhe ku jemi rritur. Dhe që e vogël e dija që do bëhesha ginekologe, pavarësisht që me kalimin e kohës rrugtimi nuk ishte aq i thjeshtë sa që mendoja, por nuk pendohem, sepse ishte qëllimi i jetës time, të cilën besoj që ja kam arritur dhe emaneti i prindërve të mi, që kur të rritem të bëhem një mjeke e zonja dhe të shërbej popullit dhe vendit ku ne jemi rritur. Çfarë ndjenje është, doktoresh, me i realizu këto ambicjet edhe të fëmijërisë tuat, po njëkohësisht edhe të prindërve një farë forme me ju plotësuat, se çdo prind ka ëndra për fëmijën edhe kur ja plotëson, çfarë ndjenje është për ty si fëmijë? Besoj se ne apo ne si gjenerat, dhe me thanë gjithmonë e kemi pasur për qëllim që t'i bëjmë prindërit tanë krenar. Dhe në momentin që ti kthehesh mbrapa dhe thua po, ja rrita atë çfarë dhe unë desha, por atë për të cilën unë jam ushqyer me vite, besoj që secili nga ne ndjehet mirë dhe ja uroj që kjo veçori të përcillet edhe në gjenerata dhe në fëmijët tanë edhe në generatat që do vinë pas nesh, sepse e mira e cila bën dobi për popullin dhe vendin tonë është gjithmonë diçka që duhet të jetë synimi i jetës tonë. Po, një rrugtim do të thotë me lëvizje nga një moshë e re Shkodër, Tiranë, Turqi, Ulqini është vend yt normalisht. Kjo jo vetëm çështje profesionale, po edhe përvojë jetësore. Ashtu po e shoh. Unë gjithmonë them, më duket domethënë jeta sikur një aventurë. Unë faktikisht admiroj vendin tim, por mendoj që secili nga ne, ai i cili domethënë ka mundësi të dalë jashtë shtetit, mendoj që duhet të dalë, të shoh vende të mëdha, metropole, të shoh dinamikën e jetës në vende të tjera dhe të përfitoj të marrë më të mirë nga këto vende dhe të vi të shfrytëzoj për vendin e vet. Dhe nuk jam e penduar sepse është një përvojë jetësore, nuk është vetëm nga ana profesionale, por nga ana kulturore, është multikultural shteti i Turqisë, po ashtu kam përfituar edhe nga qyteti i Shkodrës dhe është një eksperiencë të cilën unë nuk do ndroj me asgjë në jetë. Domethënë, jam munduar të marr më të mirën nga të gjitha vendet dhe jo vetëm unë personalisht, nuk është vetëm që unë kam përfituar nga kjo eksperiencë, por besoj që kemi përfunduar të gjithë si familje, sepse kam bashkëshortin dhe fëmijët e mi, të cilët përveç gjuhës kemi marrë shumë edhe nga kultura e vendeve tjera. Po, do thotë, po me fëmijët, a keni synimin me i drejtu ka mjekësia apo? Jo, bile atje çuditën të gjithë mësuesit e fëmijëve të mi, sepse unë mundohem që mos t'i bëj presion në zgjedhjen e profesionit të tyre. Normalisht si çdo prind, dhe unë dëshiroj më të mirën për fëmijën tim, por do ja respektoj gjithmonë vendimet, gjithmonë do i drejtoj, të paktën do mundohem të i kanalizoj për atë çfarë unë shoh që ato bëjnë më të mirën.